Në kosharen legjendare, aty ku u zhvillua betejë më e përgjakshme dhe më heroike e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, tani pushojnë të qetë 114 dëshmorë. Shokët që e deshin lirinë më shumë se asgjë tjetër, sot i vizitoi bashkëluftëtari Shkëlzen Mataj. Me dhimbje në shpirt dhe plagë në gjoks, ai përkulet pranë varrit të komandantit Agim Ramadani. I ftohti i kësaj dite nuk e dridhi as pak komandant Ujkun. 20 vite më parë, ai kishte rezistuar forcave serbe në Acar, duke ngrohur duart pranë tytës së topit. Në një intervistë për Lajmi Net, Shkëlzeni rrëfen se si ka luftuar në zona të ndryshme dhe ka futur armatim me 10 herë në Kosovë. Unë jam Shkëlzen Mataj nga fshati Baballaq, jam luftari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës prej 18 prillit 1998, i kuadruar në Baballaq në komandën e Fajk Dodës për 3 muaj e gjysmë me radhë deri në ofenzivën e fundit kur kanë marrë shkiet në Baballaq. Atëherë kum kalue se u shpërndau ushtria pe Baballaqit, kum kalue në Prapaçan, pe Prapaçanit në Vranac, pe Vranocit kum kalue në Jablanic dhe kum ndajt për një kohë në për vijat frontale ku ka nevoja. Masanena kum kalu kufirin dhe jem dal në Shqipëri për të marrë armatim, mungesë armatimit me të marrë armatim, jam inkuadrue në Pashtrik, në zonën e Pashtrikit, ku kom marrë pjesë në logjistik me Beslim Muqen, disa herë e qenër jam hije në Kosovë të shti armatim me 10 herë. Kom shti armatim në Kosovë për Pashtrik, pe Vlanës, Sahan, në Pashtrik, deri në Lubisht. Jam hi për me marrë zënën matën, me qenën dhe Beslim Muqen, po për fat keq a i plagosën, kish panru jetë atë ditë dhe i kom marrë mjekët e tyne, i kom qitë Shqipni. Kur kom marrë vesh se janë djemë të unikit të servit në Papaj, në tetor të vitit 98, unë jam tërhek pej Pashtrikit dhe jam ardhë në brigadën Agim Ramadani, ka qenë një 3-4 në atë kohë, aja brigadë, jem kadru, jem konë 20 vetë kur jem shku në aty. S'ka pas ma shumë ushtarë, pas 20 vetë. A i ka qenë i aftë t'i përdor të gjitha armët të cilat i ka poseduar atë kohë UÇK-ja. Aty jem hini në artillerin në topa 75 mm, ku me sukses që kom mësu topin 75 mm dhe jam koni aftë që t'i përdorit gjitha armet që ekzistojnë, që kanë ekzistu në atë kohë tonat të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Po edhe 82 e shkive kom ditë mi përdorë, se falë Feris Tërzhnies nga Shqipnia, oficeri Shqipnis, a i mësoj t'i përdori armët komsërike dhe artillerike. Ditën e parë në thymje të kufinit, kemi marrë pjesë unë dhe Besnik Jasi që jemi konë përqëndrum mi sulmu rasën e Kosharës, dhe aty në rasë Kosharës na kemi sulmu me topa 75 mm, 40 herë ka granatu Besnik Jasici, 40 herë kom granatu unë, Agimi me njësin Kobra hinë në predha tona, dhe ka arrit në rasë, në ka japur në seminar granatimin, e kem nar granatimin, ku e në shku aty veç ka kanë gjetë shkiet dekun edhe tikun, si në tërhek për aty që s'ka pas më këti të gjanë. Tutje, komandant Ujku ka kujtuar ditën se si është vrar Abaz Thaçi dhe se si forcat serbe e kanë shtypur me tank. Atëherë ne kom marrë pjesë në Ujez beteja ma ashpër që e konë, kur tenka i ka hyp Abaz Thaçit për mi nrydh, i vram Abaz Thaçi, mi nrydh, unë në atë moment kom marrë urdhin pe Nasim Haradinit, komandant Nasim Haradinit, kom marrë urdhin dhe kom veprue me shokin me mbushtin e topit, djallë Cirfeja, një monarifi nga Ratisha, që ma mushke topin 8 dhe në 6 herë dhe në 8 herë në minut, gjyshim shkijet, aty kanë thonë shkijet që bëna bombardon NATO, aty kom pas vish një prell kundër tankiste, tjera ti kom pas kundër komsoris, ma atë prell dhe kom godit tenken e parë dhe kom paralizu në vend,
aty mi istikamin e Abaz Taqit, kur shkijet jenë të mëru aty, 40 herë top i kom gjujt dhe në konë të mëru me turp jenik dhe në këthyje për jenik për Gjorovica nej. Ky burr i fort dhe krenar, për 82 ditë rresht, kishte qëndruar në pozicion i pazëvendësuar nga askush. Në mungesë të ujit, ai kishte pirë lëngbore. Kom ditë dhe të minosi dhe të minosi, ka pas rast që nuk kom pas asuj me pije 82 ditë, kom pije lëngbore në vantujt. Ka qenë thëfti madhë dhe ashtu kom najnë pozicion 82 ditë i panrum asë njëherë pe i komandantëve. I panrum. Në Koshare ka qenë betej shumë e ashper, shumë e rrezikshme, ku unë më koni i dhënum shumë, i emocionum shumë në atë kohë, si nuk kom ditë mutut, se ku kom marrë lajmin se mu ka vraj 10 beqiri dhe Nikol Doda, shok një të luftës, unë më konë shumë dhe nuk kom këqy asë njëherë mu rujt, që mu mbrojt mutut. Nuk kom ditë që është mutut, po kom mënu me dek në atë kohë dhe mësë mutut, mu të rëmë. Atë ditë në jezë që ishim me një monarifi në ratisht, atë ditë mos ishim unë një monarifi ratisht, ishë shansa e fundit, shkitë të nëtojshin me gjdo kusht mi marë rastën e Kosharës dhe kënka e marin, po falë topi 75 mm, edhe u këthyn ushtarë të në pozicionet e veta, e tërhëqin Abaz Taqin pa e marë shkijet. Beteja ka përfundue, dikun ka qeshori, ka përfundue dhe imi këthy të gjithë mobilizum, kami mi ardhë pe Koshares dhe imi vendos një nek në shpijat e bardha aty një nek, kemi najt deri në demobilizim. Po në kanë prit një nek, disa qytetarë që ishin bet aty në luft, që kishin najt me në një nek, ndonë në kanë prit, se firna me njerë mas përfundimit luft në imi him në Kosovë. Imi him rëndë. Ati është vrar edhe djali i Axhës, Albisian Mati, dhe për të Shkëlzeni bashkë me vlezrit e tij ka marrë hak në Koshare. Albisian Mati o vra mas tekstilin në Gjakov. Në Gjakov është vra duke u tërhekur, duke shku në shpit vetën, është vra dhe une atër ku marrë hak për ta. Në Koshare ku marrë hak për ta, bashkë me vllazët e mi, me Hakin dhe Armirin, që këta nuk e ndarë asë njëherë, nuk kanë kalu kufinin, po kanë najtë mrena në Kosovë. Bashkë me këta kemi marrë hak për Albisianin, ku marrë hak për Abaz Taqin, Nikol Dodën, Izet Beqirin ato ditë. Në fund, Shkëlzeni ka treguar se që nga pas lufta nuk i është ofruar asnjë punë nga shteti, ndërsa tani merr pensionin e veteranit. Po presi ma mirë më bunë, më konë ma mirë për rini më bodi shka, se për neve tash gati na si kur gjaja punë. Unë nuk punoj kur gjaja, pe mas lufte, unë jam bujk të shpia me baktime. E marrë një pension veteranit të kur gjaja ma shumë. I lumtur se triumfi luftëtarëve nga mbartrojt e Kosovës, bëri që të shembët muri gati 100 vjeçari vën mes Kosovës dhe Shqipërisë, veterani UÇK-s uroi që sakrifica e të rënëve të mbetet shembull ndër breza.